Do ndalemi ndërkaq për të folur më gjërësisht mbi zhvillimet në Partinë Demokratike me zotin Bujar Vreto, kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Librazhdit në vendoret e 14 majit. Zoti Vreto, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në studio. Ju përshëndes dhe mirësevgjeta. Po para se të fillojmë, unë dua të bëj një urim për festën e 8 marsit, pra për ditën ndërkombëtare të gruas, dhe këtë buqet me lule në pamundësi për të dhuruar tek e tek, dua t'ju adhuroj gjithë gjysheve, nënave, bashkëshorteve dhe vajzave të rrethit Librazhdit dhe mbarë Shqipërisë. Urime të gjithë zonjave. Por sot do doja një protest të tyre se sa fest. Faleminderit. Edhe ne I bashkohemi urimit për gratë shqiptare, por ndërkohë ndalemi tek zhvillimet politike. Direktivat e Alibet, siç e ndoqëm edhe nga kronika më parë, janë të qarta, ju ka kërkuar bashkim të demokratëve në bazë. Si është situata në terren dhe si do t'i bashkoni demokratët në vendoret e 14 majit? Unë ju falenderoj për pyetjen dhe dua të them se të gjithë kolegji kryetarit, anëtarët e kryesisë, deputetët që kanë mbajtur një qëndrim të caktuar në raport me zhvillimet brenda Partisë Demokratike janë për bashkimin e çdo faktori, aktori, kontributori dhe militanti brenda Partisë Demokratike. Por edhe më gjerë që të gjithë njerëzit e lirë, intelektualët, të gjithë ata që duan ndryshim të bëhen pjesë e kësaj sfide. Por jemi në një ngërç të madh. Absolutisht ka 3 momente që ne duhet t'i shikojmë. Momenti I parë është çështja juridike, momenti I dytë çështja politike dhe momenti I tretë çështja njerëzore. Unë mendoj që çështja juridike u tejkalua, pasi drejtësia foli. Absolutisht ne pranuam vendimin e Zhukrit, por përderisa gjykata më superiore, gjykata e apelit, mori një vendim tjetër, pra zhbërjen, fshirjen e vendimit të Zhukrit, ne duhet ta pranojmë. Dhe jo vetëm krahu I zotit Alibet, pra Partia Demokratike në tërsinë dhe në ecurinë e saj, por edhe grupimi I foltores duhet pranojë këtë vendim. Edhe pse ata mendojnë për ta dërguar në shkallë më të lartë, pra në gjykatën e lartë, madje dhe nuk kanë besim te gjykata e lartë dhe thonë dhe dërgojmë në Strasburg, demokratët nuk presin 5, 6, 7 vite për këtë çështje derisa dërgojnë në gjykatën e lartë. Si do të zgjidhet atëherë? Zgjidhjet ka modalitete të ndryshme për zgjidhjen e këtyre çështjeve, sepse ne jemi të qartë që për një problem ka më shumë se një zgjidhje. Dhe mendimtarët e Partisë Demokratike, ideatorët me kreativitet të plotë duhet ta zgjidhin të çështje. Kjo vjen si rezultat kur duan të dy palët për zgjidhje. Ne e kemi lçuar mundësinë dhe hapësirën e nevojshme për bashkim. Madje unë personalisht kam bërë dhe një deklaratë para 3 javësh, sepse nuk e dija se çfarë vendimi do merret, nëse vula pra nga kjo studio, nëse vula do të jetë ke zoti Berisha, unë tërhiqem sepse dua që mos dëmtoj asnjë demokrat dhe qytetarët e Librazhdit, por dhe mbar Shqipërisë. Le të ndalemi tek kjo pikë. Çfarë ka ndodhur? Ju jeni në terren në Librazhd, keni dhe një kandidat përballë nga rithemelimi. E keni takuar atë? Çfarë ka ndodhur? A mendoni se dikush nga ju mund të tërhiqet, apo si do të veprohet për gjetur kush është më I miri prej jush? Në fakt, nga të dy kandidatët nuk mund gjendet se kush është më I miri, sepse çdo njeri është I mirë në konceptin e vet. Por ka modalitete që gjendet shumë kollaj kush është më I miri. Por unë prap duhet bëj një hap para. Dhe përsëri më bie ta deklaroj nga kjo studio këtu. Për hir demokratëve dhe qytetarët e Librazhdit, unë jam I gatshëm që të gjejmë një figurë tjetër, të tërhiqem edhe unë, të tërhiqet edhe ai, të gjejmë një figurë, një zonjë apo një zotëri, një vajzë apo një djalë, që janë të formuar, kanë kontribute brenda Partisë Demokratike, qoftë familjare, por edhe kanë akses tek qytetarët, pra kanë mirëkuptim, kanë besimin e qytetarëve që ta vendosim. Pra nuk bëhet çështje personale për Bujar Vreton apo për kandidatin e foltores. Unë jam I gatshëm për çdo hap, por pa negocuar kurse si siglën e Partisë Demokratike. E kuptoj. Pra, kandidatët duhet jenë në këtë sigël. Ne nuk mund të çojmë demokratët mish për top ke LSI-ja apo një forcë tjetër. As njerëzit që besojnë te kjo sigël që kanë 32 vjet që kontribojnë dhe punojnë për të,
Por, si një parti e madhe, si një parti alternative pushtetit, kjo duhet ketë kandidatët e vetë dhe këta kandidatë të jenë të dobishëm jo vetëm për Partinë Demokratike, por për gjithë qytetarët atje ku do konkurojnë, do marrin bashki dhe të jenë në shërbim të qytetarëve. Do të ndalemi tek një pikë. Si e sheh Bashën heshtjen e tij? A sheh një mundësi të rikthimit të tij në krye të PD-s? Unë në fakt kam deklaruar disa herë që zoti Basha duhet kishte bërë shpjegime steruese. Por me sa po kuptoj, shpjegime steruese të zoti Basha janë për trekëndshin, si e thot ai. Zotin Berisha, zotin Rama dhe zotin Meta. Pra për secilin për këta persona që kanë 32 vjet që dominojnë politikën shqiptare, që kanë 32 vjet për çështje të rëndësishme janë marrë vesh me njëri tjetrin, që kanë 32 vjet që kur kanë dashur kanë ndryshuar kushtetutën sipas mënyrave të tyre, për t'i dhënë forcë dhe pushtet karrikës së kryeministrit. Madje kanë menduar se do jenë pavdekshëm në ato karrike dhe zoti Basha, duke goditur këtë fenomen, mbase nuk i volitet para zgjedhjeve që të flasi, sepse do dëmtohet shumë edhe e djathta. Se ka mjaft individ që janë përzier në këtë rrugtim të egër, të padobishëm dhe të paqëndrueshëm për demokracinë. Sepse në fundit ne jemi njerëz që kërkuam në vitet 90 një Shqipëri si gjithë Europa dhe ne po shkojmë çdo ditë e më larg nga Europa. Edhe ku shkojmë? Atëherë ka dy rrugë. O një përmbysje e madhe e popullit ndaj figurave që e kanë zgjatur jetëgjatësinë në pushtet, në opozit dhe në pushtet, por edhe atyre që kanë futur duar në xhepat e qytetarëve. Unë përfitoj nga rasti këtu, në mbledhjen e kolegjit të kryetarëve, i kërkova kryetarit në detyrë, të ushtruesit detyrës kryetarit dhe sekretarit përgjithshëm, që të jemi me një platformë të qartë para elektoratit dhe të ndahemi nga e shkuara. Jo mos kthejmë kokën nga e shkuara për të parë të mirat tona, por të kthejmë dhe kokën nga e shkuara për të parë gabimet, sepse duke korrigjuar gabimet, ne mirëmenaxhojmë të sotmen dhe shtrojmë rrugën për të ardhmen. Se sa dalim nga kjo studio, shikojmë me qindra të ri dhe të reja që po ikin nga Shqipëria. Ku po çojmë vendin? E qartë. Ktu është problemi. Dhe kjo është një përgjegjësi e madhe e këtij grupimi që me të vërtetë nuk është përzier në aferat 32 vjeçare, nuk do të përzihet në aferat e sotme, por mendon se si të shpëtoj vendin nga një emigracion i jashtëzakonshëm, nga një mosbesim. Pra ne duhet të kthejmë besimin tek qytetarët dhe kjo i përket kësaj gjenerate. E qartë. Zoti Vredo, unë të falenderoj që ishe në studio. Edhe unë ju falenderoj nga zemra që më thuat dhe njëherë uroj mbarësi për ju. Faleminderit.